Ahmeti si duket ende jeton në të kaluarën, sepse nëse jeton në të tashmen mund ta bëjë një dallim shumë të madh mes të kaluarës dhe të tashmes, në të cilën ai është në opozit. Kështu deklaroi kryeministri Kristian Mickoski për deklaratat e fundit të kryetarit të BDI-s Ali Ahmetit, se nëse nuk lirohet ish ministri i tyre Kreshnik Bekteshi, do të dalin në rrugë dhe të protestojnë. Rreth tij ka shumë milioner që në kurriz të qytetarëve janë pasuruar dhe kjo është arsyeja kryesore pse ai është në opozit. Nëse është i mençur ashtu siç pretendon, do të nxjerrë mësim dhe në vend se të kërcënojë, do të bëjë reforma strukturore, programore dhe kadrovike në partinë e tij dhe me figura të reja dhe me programe të reja do të dalë para qytetarëve ta kërkojë besimin. Në bazë të rezultateve të zgjedhjeve lokale, kryeministri shtoi se do të shohin nëse ka nevojë ose jo për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Kreu i BDI-s Ahmeti ka paralajmëruar protesta masive për drejtësi pa dallim në mbështetje të Kreshnik Bekteshit dhe mbështetje për protesta që po zhvillohen për viktimat e tragjedisë në Koqan. Ky proces, ka thënë Ahmeti, mund të përfundojë vetëm me zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Ish ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi vazhdon të mbetet në paraburgim.